le të themi hiperaktivitet të cilin e ndjen se sa ka hyrë në shtëpi, të kemi probleme me traktin tretës, të kemi probleme me ezofagun, të cilat janë probleme të cilat shumë të vështira. Sa e rëndësishëm është orari i shëtitjes së qenëve gjatë verës? Doja ta vija në kuadrin të qenit jetik orari. Pra, nuk mund të nxjerrim një qen pas orës 10:30, 11 të drekës dhe para orës të paktën 5:30, 6. Të
shkri në formën që duhet, pra duhet kuptojmë që si të ne, si të qenë, si të një qenë si Luna, ktheu dhe nga krau tjetër, që na duhet hunda jote. Se duhet të kthehemi në kamerë, të dalim televizor. Pra, një qenë si Luna, ka një kanal hunde e cila e ftoh ajrin, ose e ngroh në rastin e dimrit. Por në këtë rast e ftoh ajrin. Një qenë i cili është bracefalik nuk ka mundësi ta ketë atë. Kanali është shumë i shkurtër. Disa herë është gati inekzistent. Është ngjitur me kanalin e lotit. Dhe këto qenë përveç se kanë gjithë vitin probleme respiratore, sidomos në verë kanë shumë probleme. Pra qenë si ata duhet kemi shumë kujdes dhe duhet të nxjerrim në orare, ndoshta dhe oraret e freskisë maksimale që të jetë ora 7:30 të mëngjesit dhe 8:30 9 të darkës e tutje. Pra, të thoni ju, janë disa orare shumë herët dhe jemi me pushime, po u çuam dhe me pushime në 6:30 të mëngjesit. Këshilla ime mos merrni qenë bracefalik, ka shumë qenë në rrugë, mund t'i adoptoni, asnjë prej tyre nuk është bracefalik. Po nëse qëndrojmë te pjesa e ushqimit, sa e rëndësishëm është regjimi ushqimor për qenushët gjatë verës? A ka një ndryshim në krahasim me muajt e tjerë në periudhat e tjera të vitit? Nuk ka ndryshim regjimi, por ka ndryshim se sa do qeni që të haj. Ka shumë raste që na marrin klientë në telefon dhe thonë që qeni im nuk do të haj shumë. Është normale, sepse janë temperatura shumë të larta. Edhe tek ne do ishte normale, shpresoj, që si specie të ha më pak gjatë verës. Është normale që qeni të ketë nevojë që të bëjë më shumë pushim, të jetë më i përgjumur, masi është lodhur kur ka dalë jashtë. Temperaturat janë shumë të larta. Prandaj themi që do ishte mirë që just come.
Na janë kaq të lugur kur kthehemi. Tani të ndalemi në një pikë tjetër të rëndësishme, për sa i përket sezonit veror, pushimet. Si duhet të reagojmë dhe çfarë duhet kemi parasysh në momentin që ne nisemi me pushime? Duhet i marrim me vete një shtankë për putrosh apo duhet t'i lëmë në shtëpi të sigurt? Dhe pikërisht të gjitha këto përgjigje do na jap Herta Sula, e cila është një mjeke veterinere. Përshëndetje dhe kënaqësi që jemi së bashku. Përshëndetje. Çfarë është e rëndësishme të kemi parasysh në momentin që ne do nisemi me pushime? Pyetja kryesore, qenushët mund t'i marrin me vete apo duhet të qëndrojnë në shtëpi me ndonjë nga një shtanë mbase? Me ato që mund të kujdeset për të. Atëherë, patjetër që mund t'i marrim me pushime, por janë disa pika që do të jemi shumë strikt në pjesën e udhëtimit me qenushat ose me macet tona. Si fillim, qenushi do të ketë të gjithë vaksinat e kryera dhe vaksinat e tërbimit që është më kryesorja. Në varësi pastaj se në cilin vend do shkojmë, destinacionin, qofse është brenda Shqipërisë është pak më sigurt, por largimi nga Shqipëria ka disa kushte specifike të tipit në qoftë se do shkojmë në Bashkimin Evropian, atëherë qeni ka nevojë për një analizë titer testi për vaksinat e tërbimit, ku të shohim në qoftë se qeni ka antitrupa për tërbimin. Atëherë përveç të gjithave këtyre, qeni do t'i pajisur me një mikrochip, duhet të ketë gjithashtu një certifikat shëndeti para se të niset nga Shqipëria dhe një antiparazitar 24 orë para se të dalin nga Shqipëria gjithashtu. Po, përsa i përket rasteve ku individët nuk mund ta marrin dot qenushin me vete dhe vendosin ta lënë në shtëpi, çfarë duhet të kem parasysh? Atëherë, për ta lënë në shtëpi, duhet siguruar që shtëpia mos ketë temperatura shumë të larta, qenushi të ketë ujë dhe ushqim të bollshëm, të ketë një person që do vi ta shikojë dhe ta shëtisi gjithashtu, sepse qenushat kanë nevojë për një xhiro të përditshme. 2 xhiro është më e mira e mundshme. Më e mira e mundshme, një në mëngjes dhe një në darkë, për të kryer nevojat dhe për të pasur mundësi që të dalin nga shtëpia dhe të heqi pak energjitë. A kalojnë qenushët depresion në momentin kur nuk bëjnë xhiro mjaftueshëm në natyrë? Po, në varësi të qenushit, në varësi të individit, në varësi të racës, sepse jo të gjithë qenushat kanë të njëjtën energji, edhe ka të bëjë dhe me moshën. Jo të gjithë kanë të njëjtën energji për të dalë në xhiro shumë të gjata, sidomos tani gjatë verës ulet pak koha e xhiros pasi rritet temperatura, e kam të vështirë, rritet frymarrja e gjëra të tilla. Po në momentin që ne vendosim që qenushin ta marrim me vete në pushime, si të bëjmë gati valizet për vete, do bëjmë gati edhe një çantë për qenushin. Çfarë nuk duhet të mungojë në atë çantë? Të them të drejtën, nuk është se kanë nevojë për diçka shumë të madhe ose në sakt për një valizhe, sepse mendoj që në varësi ku do shkoni, ushqimin e tij mund ta gjeni kudo, mund të merrni ushqim për të, që të mos të bëhet ndryshimi i ushqimit, pasi edhe kjo shkakton stres. Të siguroni që destinacioni ku ju do shkoni ka mundësi që ju të merrni këtë ushqim të caktuar që ju po ushqeni qenushin tuaj dhe ujë. Po në rastet ku mund të ketë mbase incidente, a është e nevojshme që të kenë patjetër 1-2-3 ilaç ose 2-3 medikamente për ndihmën e shpejtë? Atëherë, pjesa e medikamenteve është pak e vështirë pasi ne nuk sugjerojmë personat që t'i japin ilaçe pa u konsultuar me veterinarin. Në rast se qenushi do ketë një problem, sugjerohet që të gjehet veterineri më i afërt dhe të çohet. Pra në asnjë lloj momenti nuk duhet të bëjmë ndërhyrje. Jo, nuk duhet të bëjmë ndërhyrje, sepse janë pjesat e dozave, janë pjesë që ilaçet njerëzore nuk bëjmë pjesë për to, duke përpjekur që t'i bësh mirë më shumë i bën keq. Tani në sezonin veror, gjëja e parë që na vjen ndërmend është SPF-ja, që ne e përdorim këtë vazhdimisht për të mbrojtur lëkurën tonë. A mund të përdorim SPF edhe për qenushat? Për qenusha nuk përdorim SPF sepse nuk është i dobishëm për ta. Në rastin më të mirë nuk po i bën asgjë, në rastin më të keq mund t'i shkaktosh probleme me lëkurën. Nuk janë të dizajnuara për to. Pra mund të themi që janë thjesht marketingje që bëhen për profitime financiare ekonomike, pra për të shtep parash. Cila është këshilla kryesore që do jepja të gjithë atyre të cilët kanë qenush
dhe nuk dinë se si të sillen në këtë sezon veror me temperatura të larta në momentin që duan të ikin me pushime. Në moment që duan të ikin me pushime, atëherë qenushit të qëndrojnë në një ambient me temperaturë të ftohtë relativisht, jo shumë të freskët, po, të ketë në qoftë se vendosin që ta lënë këtu dhe vetë të ikin me pushime, të ketë një person të besuar që mund të kujdeset për qenushin e tyre. Kjo është. Falenderoj shumë që ishe sot me ne. Faleminderit juve.